Kanë edhe të bashkëbisedojmë edhe diçka tjetër që ju shqetëson, mund çfarë do që të doni, mund të telefonani dhe të merrni pjesë në emisionin tonë. Ju mirëpres, tashmë kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mra më mirë se na erdhe shoq. Po, përshëndetje mirë, më mirë se u gjitha, se pështini me kjerë që kë para pulsi. Po si je shoq si kaluve sot? Mirë, valloha gjithë ditën e gatim të nojë, veç TikTok, se të gjithë ditën sillë pështillë, del TikTok. Qa me bon? Shoqë, qëfar do të na thuash? A i dëgjove para fals, a do të kyqesh në temë? A qka do të na thuash sonte? Ka, jo tema shka unë nuk e di, se veç sa u kyqa, veç e njeva që tonë për, që i ka ble traktorin me 2000 marka, disa fatë, me morë ka kështë pas ble. Po, konë mate aja. Tema për sonte është në kuhën e sudit të rinia apo vojzat po edhe djemt apo shiqujnë karakterin e personit apo vetëm për pasuri, po martuhen dhe po fejtojnë. Valloha lule, këtë veç interesi janë pyqje. Vetëm Nuk interesi. e, nuk e qyra as për bukuria, si interesat kajt e ka familjen, as ku shokohet që ka mua, veç që ka pasoni, po hajtë se po vi, kur të mua 2 vujtit kuku, s'ka ka kuaj që ku më nu, tani ku ka të këshirë minu klep të veta, vallaj kec, duhet dhe sene në këshkujnë, pse e kanë në të njerë, a bëdallin kota të në që në losh në 2 vjetë në rënoza, e në ko bëdalla, qka? Ata me qëllim e kanë bua ato, unë veç, me këqyrë se, mu pjek djali, mu pjek vojza, e jo veç lapa ta pa Allah, për re, për ishë blok, për shkaj të nëuna, për ishë blok, për shkaj të boma. Jo, duhet mi tjerë të sene, ka dole në Vallohi, vëdësu. zgudzon mi adhëm shëplokën heqa shaq, pasha zotën zgudzon mi rau shëplokë se a kërkujna, a rrë. Kër shkëtëre? As te as unë as kërkush. Nga? Po, tavolinës. Tavolinës Jalla i zi, bjen. jalla murit i rarë, se e të vëllinës. E, more shaq. Jo, tash veç mi motë shka gjarë ditë sa hëllërën flata të, me bo me ra shka në 6 muj, me bo me ranu fort stupsin 3 vjeta, 5 vjetë, ja. I këna la dur të fashazit e në dhe kom. Shaq u konë kur u konë, që me të vërtet nuk po thamë ndashta vetëm që për shembull u përdur dajoke apo kam posë dhunë fizike femnat, po ka posë respekt shaq. Ka posë respekt për mos me prish familjen, për mos me hasmu vllaznit për shembull me familje të burrët, me edhe këgja të gjanat këqija i kanë përbi, i kanë përballu edhe nuk i kanë kallëzu. Jo, une veç një dhe më të kallëtu më e fort se femna asë një qenjë njërëzure në bëhet në kom, asë një gjallis. Sidomos femna shqiptare ndërlidhe. Shqiptare, Po. po, se o puna që femna shqiptare ka përballu në shtarrejën e maltretimin e tana veç mës me prish. Mës me prish me vllazni, mës me shti vllazni në konflikt, mës me shti babën në konflikt, ka përjetu deri kur u pështet për zibi, se të një fjallë përbullure, kur s'ka pas ku më shku. E femna të mëllimin se këto janë urë gjithë, u dërëjnë, kalojnë, të në të kësijat. E që ata duhet me respektu femnën shumë, po, ishala po vëdesurën, që kë brez e ri që shpo ma mërmenja, këta po më duket nuk janë ka, menojnë, ta po këtë në qenë të e pona i serial. Që në serial unë po i bujnë dhe vërë. Ata mërmenja që edhe kjo po ndikon se me të vërtet po shuhën edhe filma, po shuhën po njën gjithë shka edhe në rritet sociale. Mund edhe kjo me ndodhë dhe me kanë arsye. Ndikon se i pjekën trumë ata që të rrjetet sociale 80% nuk janë të vërteta. Këta njerës kujtojnë që janë të vërteta, se e ke po që shpiceta e për shemë dhe pon një skec atë picet, e këshira bashkë sa do më interesaj, tha, piciti kush e mërë një shisht plastikës, ishin kalimtar të rosit, koma sajti. I fita tha dhe tëra. Po për me bo ma të rrjetë, se për me këshirë rrjetë sociale, një unë e murë shishën e qenë kërë për lukit ati të shpurta, ja dha 200 euro. Dhe me thonë ajo kërë pragatit, nuk o kërë asësisht. Që të ma shtëruhen të atëri të kujtojnë si
Si të shohin rrjetet sociale çashtu të ka. Nuk ka bashkë çashtu e njëjtë. E jeta i ka sfidat e veta, po jeta nuk ka edhe martesa, unë po bëj çuta, po kujtoj që martesa që të martonisë të shkatërët. Duhet të sënë mi analizu te vjetë martesa mas pori. A kanë këqyrë edhe për para se për zotin kush u ka një varfër ka hik me nëza shumë nuseve që dëfke ose me i dhona i zalug ose u dashke me në ru kër e kishe naj qika të dëfke me në ru. Kush ish pasunik shaq, ja këshishe na ka ljapa, ka bolica, ka tuk shumë. E që të sene i kanë njek edhe, dhe me thonë që edhe për para pak u konë interesi pyetje edhe pasunia u këqyrë. Po dhe veç pasunijave që ata nuk e din që ku qaqë edhe pasunija dhe ato nuk ka pos rahatik. Se pe bojmë shemëll të një pasunik kështu të ku qika janë, tash pe bojmë shemëll në vojës të. Po. Jenë konë 20-30 rëbë, jenë konë për puna, pa të qika ka hikë si drejtë, në falë shpreje, se ka pos punë ma shumë, se të qaj fukareja me shku. Të fukareja ke qitit e pësin një laknungre se për 5, këshin hongër dorë 4-5 vetë, anë ka la blakë vëdu me qitë 4 të pësija. 2 të thmive, 1 të grove, 1 nëdveç, nuk ko konë rahatia të pasonia që shkujtë. Se unë i kom një shumë femna, të e nëmë bobën e vete, bobë e më s'di që ka të këtë, më dhe të pasonik i ko rahat së buna. Se ku ko dhe shumë ka la blaka, atu nuk ko rahat lak, më letë rranë kush dhe unë, se dikush njek shumë. Ta ka bon Selman Pallushi rrët aje martu, aje zëzuti. Wallahi unë e martu, nuk e më zëzu, kush ma mërmeni ma mje se unë që ka kalu një jetë. Se unë ja kom dit vlerën mas pori vetës, tanë ja kom dit vlerën në vegrus. Se e kom dit që e kalon këtë familjen veç për mu, edhe orë me jetu me mu edhe me bashkë jetu edhe me vazhdu jetën edhe me gjallnu. Për që ta duhet më martu njëri. Shumë e vërtet është, shumë e vërtet. E ta, po kujtojnë sët jetë avantur, hajtë sët e marrë mirë të që e marrë tjetër. Ka dalë më reran për ti. Me hyllë në bolë, nuk jemi në rruti 5-6 cu, po se një thamë në rruti 5-6 marsi. Qërë shaq, këto edhe në kam atë mendim se me të vërtet ashtu po menujnë. Po menujnë si kur filma, po rrën 1 vjet ose 2 vjet ose 6 muj ose 10 vjet me njanin edhe po dohesh, edhe hajtë se fill tash e gjënë të kanë. Po kur për javë djegë, pasha zote po shkojnë me vite, se nuk po gëzë mo as me vendos, as nuk po gjonë heq. Dhe gjithë kanë zonë, kur nuk nëzejnë dili i mëngjesit, mramje më pritë më nëzej konë. Allah, që të për cilën TikTok, për një shumë atina, po bërë ma i dhohërë për të, që për ta gjonë një burë, ja sen s'pën vinë. Gjënë s'pën vinë burë, hecë, ja, o kënë që vetën, a u do për burë, ja, këtë shumë. Ku kikna si fikollë vetën pa burë, frenë është aja. Shumë e vërtet. Po e kanë qitë vetën në hëllohë, se ku rosa më së vroka, mili sa mirë më moras me të dhe bujë që ka dënë, orë demokracia, i sholla e del floka, ha drejtë. Unë shash të falenderoj shumë nëse s'ki me shtu diqa për fond. Ja, do është që ato që hini për lekë, që tha i ka më lekë të mërë dhe gozi, që tha shofere në kuma në kënej, shoferat e pori në rëzolla, kër i kanë ngrot treni ta, kërkush se ka di që ka është me vëzit. Të porë i kanë ngrot në rëzolla treni. A treni ju nuk ka pos vullan heq, veç me atë farë kështë vërës. Po të veç me atë farë dërzën edhe ajë me fyrë. Veç me dërzën edhe kena mush drumë, kafturën. Ja, tha në këllë me mushën poshta, se që të këtim ma shumë. Po, vëlla. Ani shoqane, hajtë shoq. Ade ju përshëndese, kaloni mire, mos nërvëzoni se mire përna. Jo, mërë qëfar të nërvëzuni këtu i nahi për qef, unë të falenderoj shumë, të hola i babashur të se dëgjuhëm herave tjera, natën e mirë. Falenderoj, unë e për dhëm ljullë këtu, po hina për mi hik stresin, e gjithë ditën se këna po stres, po hina për emisione që të po knoqëm të po ajgore, edhe po pojmë besa dhe miqë, e shuk. Normal, shumë e vërtet është. Edhe kjo është shumë e mirë. Një natë mire që më tamë dhe pola gjithve. Natën e mirë, gjithashtu edhe për juve e dëgjuhëm. Ciao, ciao. Ciao. Pra, të dashur dëgjuese, kishëm edhe shaqërrutën nga Shtetet e Bashkuara të Likovcit, ku
Ku e falenderoj për telefonatën, pra numri është i hapur në +383 481 509 70. Ora ka shku vetëm 21:38 minuta, pra jemi që 1:40 minuta se bashku. Unë shpresoj se po kaloni bukur, shpresoj se edhe tema bukur ka qatë flitet. Kush nuk dëshiron të bëhet pjesë e temës, sepse jo numri është i hapur, mund të na telefonoj dhe të bashkëbisedojmë, kemi çka me bashkëbisedu. Jeni tek Radio Zëri Lirë, një radio që nuk janë ndërprejnë askuj biseden, është respektohet çdo mendim i çdo kuj, po edhe është i lirë çdo dëgjues të jap mendimin e vet për çfarë të dëshiron. Pra, unë do shkoj me një pike muzikore, vallaj mos kujtoj se nuk e dita. Po mu dak si keq më thonë dhe nuk e thash, ne? Prita që për thes shoqa, po nuk e thasaj. Para se të shkoj me këngë, kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe vllaqko. Përshëndetje, mi mbroma dhe mirë se u gjeta. Po si kaluve sot vlla, a vlodhe? Jo, mirë kena kalu. Punë që të përdeshme, punë shpe punë. Mirë. Mirë, Faleminderit. shumë. Sot mujna me punu mirë është. Shumë e vërtet është, shumë e vërtet. Vllaqko, çka do të na thuash sonte ti? Për temën. A për dy temat. Për njëherë po him për cilën dushti, po pse ja dyat ka pak edhe më mirë. Me qenë se na patëm vetëm një, po vilsuni e qeli edhe një temë, dhe të betuna se të kom posë plan me marë pikrisht këtë temën për aksidentet, por ma dërgoj bacen verku, falenderoj edhe këtë temë edhe për këtë arsye dhe lash, po shumë bukur që sonte u kombinun dyat. Mirë vësaj për këtë temës të porë, se apo këshyët tash interese apo dashnia. Po. Une pajtohena plotësisht me ty që thedhe për pora u këshyri interesi se port nuk e kanë vetë çfarë familje është, veç a ko pasoni, kish tuk, kish lëp, bëllica, dhanë, dhije, kish një traktor, pije modhe ka 23 vetë, edhe e kanë... Me të mejta, vllaqko, me të mejta ju konë djemtë ose vojzat, vetëm se kanë pos pasuri, për shembull, e ka marrë çfarë qike të mirë, pse ka pos lëp, bëllica, tuk, traktor, mal, edhe kështu. Pikrisht që atë do është adhën mund të lidhë, të më honë në tash këna bo ka pak dhe vjetë dhe këna përjetu dhe për kohën e para luftës, edhe dim fort mirë se shumë padrejtësi të më honë ju kanë bo qikav, edhe nuk i ka interesu hiq ku për jeve veç e ka këshyr, i ka shku mësit dhe ja ka livdu që ko pasoni edhe të një ka hongër dreqi në të farë nuse ose qika atë ka hjek si gjarë për nërgur që thërë nga për jonë stënë, edhe që ashtu ma mira për në ditë sëdit, edhe nëse e këshyr pasonin, qika e këshyr vetë, dhe më honë nuk e konë qof as prindi, as familja, as kërkush, po vetë. I pëlqen me gjetë një djallë që është i posu, nuk i pëlqen një djallë që është i bukur, i menqën, budal, pavarësisht çfarë si mas dëshirët vetë, ta që gjonë. Dhe më honë në ditët e sëdit, mu ma mërmenja që vojzat, që zakonisht vojzat vendosin ma shumë, edhe për gjojnë ashtu qysh ashtu dëshirojnë, orë një kohë pak më e mirë, bili ka herë për thamë t'i shakon dhe herë i ri, edhe i shaknosha. Qashtu po thua? Kisha dit me rënu, se do është pak edhe me në temën e promshit më mund e lidh, që ke bashkëtesa, bili në komente shkrua hash, prom t'i shakon dhe herë i ri, kërë si sha martu. Elfeti ma shkrujti tha, që tërë pak para se me dejk, tha, mos t'kish vyj, tha, kur që edhe mu pas martu godën. Po thamë që për disa gjona, koha e sot me shumë e mirë,
me çka nuk pajtohen në respekti, domethënë nuk hupa dhe për këto tjerat, është shumë ma mirë dhe sot besoj se shumë të ri nuk për këqyrin më fort pasunin, por këqyri i pëlqen ja bukuria, ja sjelljet edhe vendos që ashtu nuk unë qështu për mendimin tem. Jo pajtohem plotësisht edhe unë se me të vërtet për të pakten nuk ka ko ankohet edhe nëse nuk ish ka puna marë, po thet vetë gjeta edhe kanë ndodhur shumë raste që për shembull nuk ka pas ku më anku se i kanë thonë familja vetë ke gjetë ban qa dush. Po të përshëndet shumë, që nda usha po thet Lule, përshëndet e rrohen, thuj ku ki telefonin, a din aj pse, respekt. Vallaj, telefonin, kalzohen e shkruan komente, une telefonin tem e lon si të vit në dhëm ditës na që i thojmë në gjuhën gjermane në vënë si merë, domethënë dhëmën e banimit, edhe nuk në rënë kë vend derit nesit kur të matë të shtin gjep me shku në punë, edhe nuk kam qka më shefi për i kërkuj, po edhe thuj cenit unë këgja i farë uki më shumë jam në të... Sen, ato kryesore që është e lënë ato e ata tjerë ku me ditë, këj ka 4-5, apo këj të veç një ma? Jo, veç një telefon e kam me numër të Austrisë, një me numër të Kosovës, dhe të rrinë qëto të televizore në dhëmë ditës. E di të adhone se për një postim që e kësh pas bocini edhe kësha pas komentu edhe ti për atë arsiaj. Vëlla çfarë do të na thuash pikërisht për ata që fuli edhe Vilsoni? Unë pajtona 100% me Vilsonin, bili edhe në komente i shkruva ato kur ishte ai live, e poqa të aksidenti që kështë pas ndodhë atje nëse të gabojnë hymjet klinës, ti e kom vetë prezent, kur të mëhon gjatë vëzitjes për i Prishtine, për Skënderaj, so herë më kanë provoku. Bili basha ditë kërë e dalë më marrë mu në aeroport, o koma. Ato, nuk e di çfarë ma i notin na kanë morë neve gërbëgjive kur për nashojnë me tabela tja oshtit, ndëkët se shkive me shku atë me tabelat Beogradit, kanë halon nostalgji për ta dhe gëzohen këtë fort. Nuk e di pse, unë ka shohrejtje e mulle, kur e din që na jem vllazën dikuj atje poshtë, jem tafër më pa morë parasysh, ose jem bete dikujna, ose bijat e dikujna, nuk e di, këto nuk për më e kuptoj kush e mbjelli këtë farë urrejtje, ka që të mohë ndaj mërgjimtarve, nuk e di, halo nuk për më me kuptu, për shka, ku është arsyeja, këta po thojnë se dhe me kur po vinë Zvicrand, po vëzitin, ne po vinë ata, unë pajtohen a plotësisht, thashë në fillim me Vilsonin se për janë 90% ata që po vëzitin keq i morën kerët e vllaznive mu fry, me që të kerën e për Kosovë edhe qata Kosovës që jetojnë ato, që vëzitin si kur pa kry, se jam plotësisht 100% i sigur që 70% e shofera në Kosovë janë në ndikimin e substanca narkotike ose alkoholit, në prishtallë edhe vëzitin që ashtu që është vëzitin. Se një njëri normal nuk e di në pse, për shembull unë duhet me vëzit që ashtu kur e di që nuk më shkon shumë larg edhe e myti veten, ja myti dikan. Unë nuk e di pse as lirë u bon jeta në Kosovë, të më e pa vlerë, për mu është në Kosovë, të më nuk ka jeta e njeriu të vlerë, kuqysh nuk jam të kuptu. Nuk jam edhe, të edhin fort mirë, tash du me shpalosën edhe me dhe gjusë tonë, kur dola atë mora në aeroport, ato ku buon pagesat e parkingut, para me jeshen 3-4 kere në kolonë, mas me jeshen 3-4 kere, i vetëmi unë isha me tabelat huja, edhe njënët ato javrojt i sytë, pse unë ola, ato ishëm pakten 7 kere të gjithat ishëm në ola, unë javrojt asynin,
se bre burr, tha po parkon që tua nuk po ki ku nolesh. Qa të e kanë? Po. Edhe i thashun e i kalzua që nuk jam veç unë i vetëmi, po më falë shpreje kretë si ku që ta shajze që tu që janë për para meje, edhe atina ju drejtojë dhe për thamë gjermanisht se e di që më një familjore ta në pëdu më shprej, thash glajhe shajze, së vidu. Thash jam, edhe thash më shile gojnë, kur mos dhonë më stani që i drejtojë dikujna se nuk i e kompetent me mojtë të renin komunikacion. Tha më folë, thash histë foli, thash se me pas kom me tabelat Beograti shë ordë më kështë ka për qofe, dhe më kështë pu, thash, po nuk o problem. E që të thene, për shembull nuk e di, nuk jam të kuptu hiç, është mjere ma shumë po vdesin mbrana një viti në komunikacion, se sa që në ka vra shkollë për 3 vjetë në luftë, që ka bon masakre, ka vra ka 90 e ka 100 për e herë, me në gjepi pas luftë dhe me tani, jam 100% i sigur që në ashtaj ndale dhe ka përsejnë edhe 30.000 dekun, anë krejt luftën janë ma pak se 20.000 vranë. Vlashko, pikërisht të njëjtën gjë e tha edhe djalja det kur e dënon fosh Kosovë, tha i mam, tha krejt ken, tha me tabelat Kosovës, tha të shku doj 120-30 ta ken, tha na 3 vjet kem, tha të shku me tabelat huja, krejt kem ma pak, tha kë shkon 28 kem ha ma shumë, tha neve 3 në nalen, 3 kere me tabelat jashtit, as një kërtë Kosovës tha nuk e nalen fosh Kosovë për krishte, po du mund të lidhë që neve po na qujnë fajtor, e nuk pishohen që fajtor janë vendast e ju këta që ka vinë për pushime. Se që ta është që t'javë, që shë tha se unë krejt klinën e begit tha një tabeli, një kërë këm po me tabela Zvitras tha dhënë, e që ta është që të 7 dit nuk janë as 10 vetë për i mërgjimtarve në Kosovë, edhe ju mbo 7 dekon për 7 dit, dhe me thonë. Për gjithë dit ka një dekon. Ato mërgjimtorët nuk i kanë bo, po i kanë bo ata që bandojnë për herë ato. Me magjina, pe i kanë ojtë, veç ja këna bo pju, banin deshe edhe kanë bo. Jo, po, ja u ka bo droga se pe i mushin hundë, edhe dalin dregerat e hypë vëllonit ato kerët, e merë vëllonë dhe mon nuk e din as ku është, as shka ka ban, i do këtë që unë gjatë edhe është të lu me ato videolojnë atë në kompjuter, nuk e din që është unë gjë në kërë, edhe që ashtu, edhe që ato që tha Vilsoni, unë e bashkan gjitë në që ato jurimit Vilsonit, ata që e lypin, qafën e thefshin, edhe ka koqën atyne që po vdesin e po fluturojnë, ka 200-300 metra pe u dhe asë që i shkrujnë ngushllime, asë menje së më shkojnë mundëllime në ata të pafajshmit, që vdesin se ata që desin me ka 160 km në orë në rrugë ku është veç 30 km në orë, unë ja baj një budol ma pak. Se sa des, unë edhe ka nona jem pe një budol që më ka mytë mu ma mirë letë kona e nona ati budolës, edhe e dim një budol ma pak dhe nështë ajo në pështu të një 10 të meqëm pe tina. Kjo është. Vlashko, ma ata që e kanë përjetu luftën e din që ma frikë që tash po kem na kur po shkojmë Kosovë apo na mytin tash me kerë, se son në luftë pe shkollë, bili pe shkollë, të betohem zot që ka pun vakia u konë ofenziv që veç ata që e din që kanë përjetu edhe këna flajt, as na kanë ra granotat shumë ofër, as na ka qërë gjumë, se mo dikuj na bon jetë. Tash nuk e di, unë për jetë kur përshkojnë Kosovë, po të më rru, në po dalë komplet jashtë kontrole. Nuk e di, nuk jam të kuptu heq dhe i kur kështu, po unë fajtorën shteti, se mos pori patent shofeja t'jepen me ka 500 euro, edhe policia rrinë veç një pik dikon a ke po atë në rrugën 5 kënërojt dendrë nas veç në rreth rrinë të pëlluzha edhe tonë e ditë që të janë policia a ne të randohë, mu nuk o problem dhe më honë pajtorë kryesor janë organet kompetente shteti edhe organet e rendit kjo është.
Pajtohem plotësisht, por qa me thonë dhe zoti mos ndodhen këtu aksidente, pa më parasysh ai grohen shpejt a ka talë se të gjithë janë nana tona shqiptare, por qa me thonë vllaçko, vallaj s'di. S'pi që thu. Vilsuni po të përshëndet shumë, po thët Luli Shabani Thujras është knatësi me të dëgju shumë nderë dhe respekt për juve. Faleminderit, mik, respekt, reciprok. Dëshiroj një pushim qetë, e lorë zoti, që mu këthysh në shëmijë, se tash para zgje edhe ato shumë kush shkon si pakri në alkoholin, në ndikimin e alkoholit e drogës, as vetë nuk e din mo çka janë se e dhez një atë të Lazaratit e hypi groh keja, ka prej mo nuk e din që ka ban. E të rëj që të kthejesh të ndëshë mirë me gjithë familje prap në Gjermani. Kash. Vllaçko, dhe me na knu një këngë sonte aja, që është dush? Jo, se pja lorovën dhe dëgju dhe tjerë se ku morë ko që shumë kohë, mus të baj fort kolun. Atëherën të falenderoj shumë për telefonatën, respekt pa fund, Faleminderit. mirë pres emisionet e radhës, natën e mirë gjithë mirë. Faleminderit, natën e mirë, Tonë. Pra ishte dhe krye administratori radios dhe vllau e emër Rahim Gashin nga Austria, ku e falenderoj shumë për telefonatën, për bashkëbisedën. E kam tashmo edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se na erdhe Ferid. Mirëmbrëma, përshëndetje zonja Lule, përshëndetje për gjithë pranishmit. Ferid, si je dhe si e ki familjen? Familja mirë është, e unë jam si dje. Inshallah gjithmonë je mirë edhe te dhe familja jute. Të lunë goja, faleminderit gjithashtu, edhe për ju edhe mbarë dëgjuesit. Faleminderit shumë. Po qa ka të reja nej për juve në Zvicër, bre? Mirë. Ftoft, e kemi pas, sot e ka kthy, në borë kemi dikon 1 metër, dikon 1 metër, 1 metër e 20. Përmen, Shtë një që- shka? Po, Ka pas karo ka qeret, a? ka ralla që një javë ditë po 10 ditë gati. Apo do me tha, është djerë këdej pusht, apo është vetëm nalt? Jo, nalt, vetëm naltësi, Nalt, vetëm aha, naltësi, aha. vetëm naltësi vitetare. Poshtë nuk kemi borë, po ajri është ajo I ftaft, i frest, a. i ftest edhe ndoshta të kujtohet në kohët e hershme, kur u ftoh ke koha, theshin po vje era borë, se ti ngrenë. I jetoj shë largë. Pa, prej s'larti, kështu që Po, shumë me të vërtet mbora ka edhe shumë gjana pozitive, se me të vërtet i shkatërron disa pluhra, disa gjana të cilat janë të panevojshme, se temperaturat me të vërtet kësaj vere kanë qenë të larta. Po mirë, kryesoria mirë, nene pak që të kantoni ku jemi ne është pak më ndryshe me kantone tjera, se edhe jem disa bjeshk kemi më të mëdha për shembull se sa në kantone tjera, po ndryshon gjatë ditës ndryshon koha, ndryshon dhe 2 herë, 3 herë në ditjet. Ferid, qka do të na thuash sante? A do të na thuash për temën diçka apo edhe për këta çapë? E kena bo 2 tema sante. Nuk e di, vetëm Raimin e ndëgjova se edhe më pilqej shumë kur tha, unë jam një uk i vjetër, edhe shtrova dhe pyetje po të hiku komenti ty dhash, na tregon pak shka është uku i vjetër edhe uku i ri. E për zutën se kom po. Nuk e kom po Jo, se po s'prish më lujna punë. do kur po thëni Normal. pyete qështu. Normal, ajo është gjë normale. U ki vjetër mu ma mërmenja është pak ma prevuj bre, ma prevuj ka. U ki ri është, halo shtalp. Ti mos më jap përgjigje, mu më pëlqen përgjigja për tina se ai e din pse pyeta unë edhe besoj që edhe ti pe din, po ti pe thu më ndryshe, kështu që si do qoftë. Atë përgjigje prolet ato krejt kështu, bukfalesh le ta thët roha, se unë dhash mendimin tem. Jo, me gjithë respektin edhe për vlerësimin edhe mendimin tonë, po
Ajo është pak, ajo është si po thët edhe vetë, ajo është pak u ki vjetër e I kap ma shpejt ato. U këtë vjetër I kanë rodhë dham tash, o Ferit. Uku gjatë jetës 3 herë I dali dhëm, ta kënë dëgju ti këta? Jo, valla nuk e di. Uku prej gjitha kashve, uku 3 herë gjatë jetës I dali dhëm. Sonte po ni. Por ata ta është pej sonte rrujo për Rahimit që. Atër roha prolet kalzan, ma mirë. Po lule, çka të thamë, sa I përket, drejtë më thonë, sa I përket kësa, nuk e di për çka është në pyetje tema, çfarë teme ki, po sa I përket këta që e folë Rahimi, fakt qëndron kjo për komunikacion me të vërtet. Po unë nuk I kisha fajsu shumë, të thëmë drejtën edhe ata në Kosovë. Se edhe na jem të Kosovës, edhe ata janë tonë, na jem tyne, ata janë tonë, kështu që unë nuk I kisha fajsu ata, të thëmë sinceritet, me plot goja, pse pe thëmë këta, pse rregull s'ka, disiplin s'ka. Unë personalisht, unë e kam një familjar timin, I cili mrena një muj dite, ka marrë lejen e kerrit, kamionit edhe të autobusit. Është le regjistru një agjension që kanë që bajnë ulltar, që të agjensionet e autobusave që po bajnë ulltar jashtë Kosovë, Gjermani, Zvicër, ku ta di unë, Austrije, ku ta di unë, është le emru aty, ka kërku punë, edhe është taku me një person, gjithat nuk po flasë me të nime ose me të thame, unë po flasë me të bame dhe po flasë që I kam temin. Edhe pikrisht unë kam hasë një debat fort para një muj e gjysë pikrisht për qitë problem. Krye 2 jave që I ka marrë lejen, E ka qitë në autobus dhe ka marrë relacion Kosovë, Hungari, Musgabofsha, deri në Gjermani. Me autobusin me plot për plot udhëtar. Kjo është vetvrasje, kjo është tmerr. Po unë nuk jam sot aty në atë autobus, por nesër pas nesër do t'jetë gruaja, djali, qika, apo kush do të qoftë, ata janë gjithë vllazër, fëmijë tanë, nana, baballar tanë. Po I ndodh një aksident, ky ka nevojë për punë, unë plotësisht pajtohen aty që I kërkon punë, se është e fjala e vjetër që thonë zori, çon edhe te hasmi. Po, duhet më kanë të kujdesshëm, duhet më pas rregull, duhet më pas disiplinë lule. Këtu është ajo. Ne nuk e di për në Gjermani, e di pak a shumë se kam familjarë edhe atje, por ne e kam fjalën për në Zvicër, sa I përket veturave, ne bëjmë, nëse është I njëjti pronar, ne bëjmë një herë në 3 vite bëjmë kontrollimin teknik. Kurse në Kosovë është e kundërta në Kosovë, për çdo vit bëjmë kontrollimin teknik. Do të thëtë 3 vite tek ne kalojnë, kurse tek ne nëse është pronar I njëjtë mund ndodhë dhe 4 vite nëse është kerri I ri. Por në Kosovë si I ri, si I vjetër, por çdo vit e kanë kontrollimin teknik, do të thëtë që mbi këshyret edhe këshyret vetura, a është në gjendje të rregullt apo s'është. Dhe gjithë këto gjana që ndodhin, me të vërtetë është për keqardhje. Pse? Shteti duhet ketë dorë këtu. Nuk mund është I t'japsh licencë çdo kujt të bëj kontrollim teknik të veturës. Unë kam dëgju, nuk e kam pa, por këta pe flojnë me fjalë që kam dëgju. Oshtarë tha tu shtëpia ka marrë kerrin, ja ka hiq guma tjetrit kerr, kanë gjitë në kerrin që ka pas më shku në kontrollim teknik, I ka rregullu që ja ka hiq ato, ja ka kthy, ka kalu teknikun ato dhe ka pru kerrin, ja ka ndrru prap, ja ka qet gomat. Tjetra është,
plot për plot ki Kosovën, onë në mbar Kosovën e ki me placet gumave, me shitjet gumave, të bajt ne. Une vetë me sytë mi t'i kam pa, jo ndo breshqi me rrym, lule, e fut në rrym, edhe ai brisku nxehet, edhe me ata ja prejnë vijat e gumave të autobusit ose të kamionit. Ja fellan atë për mu bon, Vijat. për mu po, e vërtet është po. E kom pa unë vetë me sytë mi gumat që shtojmë ne të pastërta, kun pa një dhëm hiq, aja prejke dhe a bëjke vijat me ata dhe plus asaj në 25 euro në copë gumës të kamionit apo të autobusit i marke për ato vija që ja bëjke. E këto janë gjanat, këto dikush duhet i shë, këto dikush duhet i asi, por vetë shteti, vetë këta ta bon mundësin, vetë po i kryojnë këto, edhe pas taj po ndodhen ata si që e thatë edhe gjithë e flasin mergjimtarët. Unë mergjimtarët, ka mergjimtarë që me të vërtet i bojnë ato, por janë disa gjana shumë interesante, pse? Edhe ne nuk jemi, ç'ke gjenerata jo, nuk jemi të lindun e të rritun këtu. Por besoj që i fëmijët tanë kur vozisin në Kosovë, janë ma ndryshe, ndoshta edhe ma mirë se ne vozitim. Edhe është gjë normale, unë edhe që jam një mosh, unë sot më shku, ndoshta asun do këtë dhe kaloj testin. Janë disa rregulla të reja, janë disa gjana që i vinë deri ato, por këtu duhet të edukohen edhe duhet të ketë respekt edhe duhet të ketë kujdes. Kujdesin më të madhin duhet të japmi në komunikacion. Edhe nga kur kalon, për shembull, duhet jesh i rrezikuar. Edhe je i rrezikuar. E lëmë mos flas më me vetura se siç e ceku edhe Rahimi. Një është i kënaqur nëse shkon e kry një pushim pa të ndodhë diçka, pa ndodhë një aksident, pa ndodhë diçka. Po, shka t'i bëjmë? Jemi, ata janë tonët, kështu që duhet vedisohemi, duhet kemi kujdes, duhet disciplinohemi. Disciplinat janë se dikush flet, dikush thot, jo Zvicra, jo Gjermania. Zvicra po, Zvicra i ka ligjet e veta, por në Zvicër është ligji si për mu që i s'kam, sikur për një që i ka. Ligji është i njëjtë. Unë paguaj denim nëse shkoj 150 në orë më shumë, ti paguan denim që i shkon për shembull 60 në orë më shumë. Por fakt, në bazë denimit edhe ata, atëre shkon edhe denimi është me i madh se sa ai që i kalon ti. Por pa u gjobit nuk do të kalosh. Mu më ka ndodhur, që tash mu më ka ndodhur para një javë dite. Djali kon të vozit, gjerë ka ndalë policia. Në lejet kërët i shkruan që i ki syzat si ka pas djali, nuk e ka leju më bo vezitje më tutje, pa shku unë ose shoqja me aqu syzat ose më shku me marrë me pru djali në shpi. Këtu s'ka daje teze as nep. A kupton? Këto janë gjana cilat ata që duhet të respektosh, pa marrë parasysh je në Kosovë, apo je në Kroaci, apo je në Zvicër, apo je në Gjermania, në Austria, kudo që t'jesh, duhet ketë ligj, duhet ketë ata. Fakt, ndëgjova edhe ty kur thënë në fush Kosovë, mos gabofsha e përmende, e kanë dalë djalin, apo kanë thënë kanë dalë dikon? Po, djalin e kanë dënu. Po. Fakt ajo, mu më ka hec paku 10 km, 15 km mu më ka hec në autoban, për mas meje, krejt kohën, deri sa jam afru afër Prishtinës. Kur jam afru afër Prishtinës, u ndalën. 20 km spaku ka hec tën kohën mas meje. Po s'prish punë, po kur ndalen aty që është me keqja, ne për Evropë, po ma shumë mund të flasë për Zvicër, kur të ndalë ti nuk ki drejt më dalë për i kerrit. Nuk të lejon më dalë për i kerrit. Tu nasit ndalë ta qelë derën, njënë ndorë në shokë në brez, edhe me tjetër ndorë bisedon me ty. Vetë po jap një pamje
jo të sjellshme edhe jo të ndershme. Pa ka gjë më mirë, ne menjes kemi prit në ndalin policia tonë për shembull, ose të na kontrollojnë policia tonë. Po na nalin policitë e huaja e din edhe ti se edhe ti vozit edhe ti ke vozit që shtojnë kret Ballkanin, edhe duhet lloj ngjyre, lloj gjuhet flesh me ta, kurse tek ne për shembull ta janë. Po edhe mos sill arrogant, po është e vërtet që sillen, edhe po sillen, po ka edhe prej nesh që sillmi arrogant ndaj policit. Shumë e vërtetë është. Polici është person zyrtar, polici është shtet. Se është edhe e fjala e vjetër që thonë nuk ka shtet pa polici, pa ushtri. Dhe kjo qëndron bazë të asaj ne duhet të ndalim edhe të mendojmë, thojmë mirë dita, a lodhe, a si u lodhe, si e kalove. Pa ka gjë më mirë se kjo. Dhe me këto shprehje të mira, se është një fjalë e vjetër që thonë fjala e mirë thonë shtrim për toke. Po, je gabim, po, jam gabim, paguma dënimin. Për zotin mu më ka ndodhë që kam qenë vetë gabim, i kam thonë po, paguma dënimin, hap ma dënimin, jam gabim, kërkoj falje, nuk më ka pagu dënim lule. Por unë tash të shtyna unë me to, jam gabim, jo s'ja maj thët po, je, s'kia dy. Nuk shkon se çdo fjalë e tepër ndaj ligjit edhe ndaj personit zyrtar, vetëm shkon unë dëm timin. Shumë e vërtetë është. Kështu që nuk do të marr lule kohë më shumë, të përshëndes edhe ty edhe mbar dëgjuesit, punë mbar, suksese, është nder dhe kënaqësi, edhe për kohën edhe për mundësinë që po na ofron. Ju uroj shëndet. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të uroj edhe ty shëndet të gjithë mirat e dëgjojmë në herave tjera. Natën e mirë gjithë. Gjithë mira. Gjithë mira. Faleminderit. Pra, të dashur dëgjuesi, kishëm edhe dëgjuesin tonë nga Zvicra, Ferit Feyzullahun në telefonat. Unë do përpiqem të marr edhe një telefonat, kështu pa ndërprej, pa pushim. Edhe do të jetë telefonuesi i fundit, shpresoj personte. Të shohim a kemi në linje nëse ju shkojna me një pikë muzikore. Prisëm edhe pak, nuk në lajmërohet, atëherë unë shkoj me një pikë muzikore dhe ju përshëndes dhe ju falenderoj të gjithëve. I nali tinguj të kësaj këngë për të pranu edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na irë dhe pacjen verë. Mi mrama përshëndetje nderuar Alule. I përshëndeti si gjithmonë Enver Paltin nga Barileva, i përshëndeti në zemër se me të vërtet ju kom dëgjue tërkohen këtë bisedë shumë të bukur, kështu që vendosa dhe në fund ka fundin, ndoshta nuk bëj tepër kështu në fundit, po deshta është ky që më dhone të bisedoj pak me juve. Shumë faleminderit, Bacenver, para se ta jap fjalën, unë të falenderoj edhe për temën që na ke dërguar sot, ishte kënaqësi ju në pse jo. Sa herë që ki ndonjë temë mund të na dërgosh numrin e Viberit, patjetër ne do t'i marrim. Respekt pafund. Faleminderit, i falenderoj të gjitha telefonues, të shkrues, se me të vërtet unë e një kënaqësi që bisedojnë, e do e shtjellojnë, do bisedojnë për atë temë, do bisedojnë për tjetër. Unë me të vërtet ndëgjova të gjitha parafolset, secili ka shpreh mendimin e vet, po drejtën me thonë, të gjitha këto biseda ishin me vend, të gjitha ishin me përvoja, se kanë thonë kënjëherë ma mirë është përvoja kur i ndëgjon, kështu se veç mendjet me fol. Po aje ka përvu, për shembull, jo ndalesen, jo vozitin e këto, se une drejtën me thonë ndëgjova edhe Wilsonin që hyri pak me mbles. Me të vërtet me vene foljat që e parashtroj, kështu që edhe këta tjerë të cilët ishtë deri të Feriti ndëgjova të gjithë, unë i falenderoj se
me të vërtet i kanë fjalët me vend, çka të flasin, krejt janë të dedikuara për këta njerëz të cilët janë do njerëz pa ndërgjegjshëm, po mas pari duhet e njëri vetë kritik të bëhet me kritikue çdo njëri vetën, po unë veç një tash po dal këtë temën e Wilsonit që e parashtroj e që e biseduan, është lakmi, është shëret, që thojnë fjala popullore. Une nuk i urrej këta që vinë me tabela të shteteve të jashtme, këta i kemi vëllezër, këta i kemi motra, këta i kemi prind, këta i kemi djem. Une gjithmonë kam thonë, kur i shoh me tabela që vinë në vendin tonë, kur të jeshon shkollën, në shkollë, kur shkojnë fëmija që shkojnë e zbukurojnë edhe rrugën i zbukurojnë fëmija kur shkojnë me qanta në shpinë, që shkojnë shkollë qashtu, unë i trajtoj këta të cilët vinë nga jashtë, se me të vërtet këta janë ardhmeria e vendit tonë, na kanë shikuar, na kanë majtë me të gjitha këto, e tash më quë për shembull një që bisedoj edhe Rahimi kur tha një budall flet thot dhe i dje nuk ka pas buk me ras, ka pas buk me ras, e u shku e jashtë, e ka pru një kera në gnenaj, po duhet duhet mos me i këqyr ato, ose prej atina të pasurit lule, çdo herë kanë thonë kemi fitim prej ati të varfë në kur s'ka, po ai një bombon kur e ka sjell, shembull të bëjnë një ëmbëlsin që e ka sjell prej ati, ju e dini fort mirë, shembull të bëj kur vike një mërgjimtar për jashtet, të gjithë lagja, si jo veç vllazën Llaku, po të gjithë lagja rrishin deri në mëngjes, çfarë bisede, çfarë, po e sot me thonë shembull të bëj deri s'ka pas kurrë, sot po bjen kerre, po ndrejt diçka, që to kemi na gjelozia është me keqja. Po mas pari këta që vozisin këto që janë në vendin tonë, këto në Kosovë, këta gjaje se i quajnë këta që po vinë, shembull të bëj, po vozitin keqja në gnej. Po unë veç një i pyes këta të cilët vozitin Kosovë, po një vozitje shembull të bëj 2000 km ose 1500 km që vozitet prej fundit Gjermanisë, shembull të bëj, e vjen Kosovë, një person këto një vozit si joni këto, gati një muaj ditë nuk mundet me i kalu ato kilometra. E ku është ta shembull të bëj vozitja e këtina këtë që ekziston Kosovë ma bukur që vozit se ai që vozit me 1000 kilometra të i kalue s'disa shtete këto. Po nuk duhet njeri me i ofendue këta qastit se me të vërtet është kënaqësi kur i shohëm, po këto jo alla po vozit kë keq, jo alla po vozit kë shpejt, jo kënenaj e sa i përket ligjeve që e përmeni dhe Feriti, me të vërtet nuk duhet të bëhet se e përmendi dhe jo nëme njerë ke shembull të bëj se daje teze, atje nuk ka. Edhe këto nuk duhet shembull të bëj dvetin numrin e Kosovës me lejue e numrin e jashtit me denue se nuk ekzistojnë ato nuk duhet i trajtojmë ashtu. Ato duhet me qenë ligji si ligj, pa marrë parasysh është jashtit, është i Kosovës, është i atyne që thek edhe Wilsoni të atyne dreqneve, atje se s'pja përmendi emnin ata, kur kalojnë ato pari, të drejtën me thonë çfarë vozitje bojnë, ata duhet me ndalue, duhet me denue, duhet me i tregue çfarë rregullash ka komunikacioni. Po, na gjithmonë i urrejmë ata, po nuk duhet të urrejmë, mas pari duhet të urrejmë vetën se me të vërtet në për rastën, në për këto vende, veç hunte e kerrit i shtin, shembull të bëja nuk e sheh mrapa ku ekziston trak tjetër, ai veç i shtin hund, me kaluar shpejt e ma shpejt, po këtu
ligji, që çdo ligji është shumë keq, bëhen që si farë aksidente, që si farë katastrofa, që si me mbytje, me se nuk me gjati ma tepër lule. E saj përket asaj teme që ju kum shkruane, me të vërtet është edhe aja një teme cila ka që ka të flitet, se drejtet me thonë sot e drejtirë, une vetë po thëmë, për veti po thëmë, kështu që jemi martua atëherë nuk na kanë kërkue kësi kushtës që po kërkojnë sot. Drejtet me thonë, është shumë një kohë e vështirë, shemull të bëj një djalë me kërku për shemull një vajzë, çfarë kushte shi qeta e vajzë, ato kushte nuk mundesh me i plëcua asesi, pse mas pari thot, e kje nonën, e kje babën, që kje babën e nonën, jo, ona nuk bën. Po duhet me di që dikush e ka krijuar atë person, jo me thonë shemull të bëj, jo, nuk ta duhet nonën, jo, sa duhet babën, jo, të duhen e banesën, jo, la duhet shpinë vetën, jo, la ta duhet kerën, këto janë krejt çështje që kje pasuri, banë qësë kje pasuri, ka me met rrugëve më në shkuese, nuk e këshyra kushteq. Se është vështirë, sot për sot është vështirë, këto fejesa, martesa, u bo shumë vështirë, vjen shamu të bëj, se folje dhe ndëgjove dhe ranë, është një kohë e letë, se tash po thotë, nuk po thotë më pas në gjavë baba e nona, po pas janë gjavë veten. Po apet, me thonë apet, po duhet na mu interesu se dhe nesër ndahet e po lem probleme ato apet, na shamu të bëjna të më shumë, të se baba, se vlau, se apet po duhet me qa kry me ata persona. E jo shamu të bëj, veç nuk po më pëlqen valla, për larga jo, valla, ato duhet ato lëshumi, ato shamë të bëj këtyne herë, ju e dini fort mirë lule, është marrë në konsiderat ato pyetje, ato farë veprimesh të eri që jenë u zhvëllua, pse shamë të bëj largohet gruaja ose e lëshon qiken ose ato, po e sot jenë bo, që kur të luajnë këtyne herë kur ishe ju shamë të bëj sa mnat femnimi që të ishin po luajnë a ingje. Qashtu jënë të bo të veprua. Sot sa ndamja, sa divorcet, sa këto krejt qështje e pasurise, ta shamu të bëj që s'ka pasuri, që nuk veshet ose bukur, ose që nuk e ka në i kerë ose një shtëpi, aja me njëherë largohet, po nuk është në rregull kështu. E i falenderoj të gjithë ta parafolës që falen emër për emër prej Vilsonit deri në të Feritin, kam dëshirë lule me ndëgju se me të vërtet ka që flasin këta persona, se me të vërtet jenë edhe të menqër, edhe jenë të fjallëve, edhe jenë flasin fjallë bërnore, që të një fjallë bërnis, që që s'fundi lule ju përshëndeti si gjithmonë juve, personalisht juve, familjen e juve, vlatë e juve, qofshin gjithmonë gëzuar, qofshin gjithmonë me shëndet bukur, e natën e mirë se gjatë edhe nuk ka fi qatë më po pyetje asgjë, sa që kje në pyetje, sa që s'kje pe përfundojme se po mduket i fundit unë i përfina këto partisira. Faleminderit Bacenver edhe njëherë për telefonatën, për temen, po të përshëndet edhe Vilsoni, po të lulli Shabani thuj Bacenver fazli, as gratun, as po nalon me nga një kushteve për shkak e përshëndes shumë, është knatësi me dëgju se flet bukur e në qetësi. Faleminderit shumë Vilson. Faleminderit e përshëndetje edhe në Vilsonin me zemrë, se edhe ma shumë të kom dëshirë me ndëgjue këta të cilët folën, të gjithë këta që ishin sonte në emision, kom dëshirë me ndëgjue se drejtën me thonë, i kanë fjalë bashkë me vend, kështu që unë e falenderoj të gjithë, i përshëndeti me zemrë,
të gjithë ata cilët folën me Rahimin, me Veridin, me Isakun, me Vilsonin, me Shaqen, me të gjithë këta, ju lumë se gjithmonë unë dëgjov zëri tyre se ka edhe po i shtjellojnë do fjalë të bukura, po i mësojnë edhe do njerëz, po badi hava, sa tash shemull të bëj si Vilsoni, si Veridi, si Isaku, si Rahimi, ka sigur kur shko shemull të bëj në xhami kur i thot hoxha qërto, veç e ulin kokën, me një herë si të lënë atë ligjëratën to nga munohen me ty në qafë, thua që i prej pret diçka një farë pune, edhe këtyne balë folën, po s'ka kuna ti folë, po apet mirë. Pasen Ver, faleminderit shumë, natën e mirë, gjithë mirat e respekt pa fund. Shumë faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Jam bylla. Pra të dashur dëgjuese kishëm edhe Enver Fazliun nga Barileva, e këtu të dashur dëgjues po ndahemi për sonte duke shpresuar se kemi kalu çastet e bukura. Unë i përshëndes gjithë dhe i falenderoj gjithë ata që na telefonuat, gjithë ju që shkruat, gjithë që na dëgjuat dhe shiquat. Ju përshëndes unë, moderatorja juaj Lulja Shabani dhe stafi i Radio Zëri të Lirë. Të gjithë ju nesra që punoni, ju uroj një ditë bukur, punë të palashme, e dëgjohëm në emisionet e radhës.